Faleminderit për ftesën, kënaqësia është edhe Bankës së Shqipërisë që të komunikoj me institucionin e Kuvendit të Shqipërisë, sidomos me Komisionin e Ekonomisë për të ajustuar të gjitha dilemat që janë shumë të natyrshme midis qasjes tonë ndaj buxhetit dhe qasjes së Ministrisë Financave. Kështu që unë që në fillim ju falenderoj për kohën tuaj edhe për mundësinë që i keni dhënë Bankës së Shqipërisë në këtë komision të shprehet. Si gjithnjë, në respektim të mandatit në fushën tonë të ekspertizës, më lejoni të theksoj se opinioni i Bankës së Shqipërisë do të fokusohet në sjelljen makroekonomike dhe politikën fiskale të përcaktuar në projekt buxhet, analizën e projekcioneve për të ardhurat fiskale dhe masat e nevojshme të kontrollit të parametrave fiskal të buxhetit, respektimin e klauzolave ligjore dhe përgjegjësimisë fiskale, si dhe disa rekomandime që lidhen me rritjen e qëndrueshmërisë dhe efektivitetit të financave publike në të ardhmen. Po e filloj në fillim, të nderuar zonja dhe zotrinj, me një analizë të kontekstit makroekonomik dhe politikës fiskale. Në gjykimin e Bankës Shqipërisë, konteksti i zhvillimit të politikave makroekonomike është pozitiv dhe projekt buxheti për 2026 duket që të jetë në të njëjtin mjedis ekonomik. Ekonomia shqiptare ka shfaqur një rritje të qëndrueshme ekonomike gjatë 4 viteve të fundit, rritje e cila është shoqëruar edhe me rritjen e punësimit, të pagave dhe me një përmirësim të përgjithshëm të gjendjes financiare të bizneseve. Gjatë kësaj periudhe edhe inflacioni si treguesi mesatare së çmimeve është në nivele të ulta dhe faktikisht sjellja ekonomike e tij është në kontroll. Bilanci i shkëmbimeve tregtare me jashtë është përmirësuar, borxhi huaj dhe borxhi publik kanë ardhur në rënje dhe treguesit e shëndetit në sektorin bankar kanë ardhur gjithmonë drejt përmirësimit. Parashikimet tona, sikurse dhe ato të organizatave të tjera ndërkombëtare të cilat monitorojnë ecurinë ekonomike të Shqipërisë, sugjerojnë se këto trende besohet që do të vazhdojnë edhe gjatë vitit 2026. Në gjykimin ton ka ujë të dy politikave kryesore makroekonomike, politikës monetare dhe të asaj fiskale, në përgjithësi kanë qenë të ekuilibruara dhe kanë mbajtur një pozicion neutral. Ky qëndrim bazohet në faktin se ekonomia shqiptare po të shfaqë një shkallë të gjerë dhe të lartë të shfrytëzimit kapaciteteve prodhuese. Niveli i kërkesës agregate për madhra dhe shërbime krijon një ekuilibër të mirë në sjelljen e ekonomisë dhe prodhimi kombëtar dhe punësimi janë në nivele të kënaqshme. Bazuar në këto premisa, Banka e Shqipërisë vlerëson se për projekt buxhetin e 2026-s ky projekt buxhet vazhdon të ruajë mënyrën konsoliduese të politikës fiskale, ashtu siç ka qenë edhe në praktikën e viteve të kaluara. Konsolidimi fiskal materializohet në projekcionet për një deficit buxhetor të ulët në nivelin 2.3% të produktit të brendshëm kombëtar, në projekcione për një balancë primare neutrale dhe në projekcionet për një reduktim të mëtejshëm të borxhit publik. Kështu që qëndrimi i politikës fiskale ndihmon në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik të vendit, rrit besimin e investitorëve të huaj, vendas dhe të huaj natyrisht, dhe krijon më shumë hapësira për zgjerimin e sektorit privat. Ky mjedis lejon edhe një elasticitet të mirë të reagimit të gjitha politikave, të gjitha aspekteve ose elementeve të politikës monetare. Kështu që duke qëndruar në këtë linjë argumenti, më lejoni të ndaj me ju edhe konsideratat lidhur me buxhetin e vitit 2026. Projekt buxheti i vitit 2026 ruan një hapësirë të konsiderueshme për investime publike. Këto investime të projektuara në nivelin 6.5% të produktit të brendshëm kombëtar bëhen të mundura nga vlera pozitive e bilancit të llogarisë korrente, ose thënë ndryshe nga një diferencë midis të ardhurave dhe shpenzimeve korrente që për këtë vit është në nivelin 4.3% të produktit të brendshëm bruto. Shqipëria, duke synuar ritme të larta në investime dhe në infrastrukturë publike, bën që këto investime të kenë një ndikim pozitiv në produktivitetin dhe të përshpejtojnë ritmin e rritjes së vendit. Nga ana tjetër, çdo projekt buxhet aktual, por edhe ato që do të vinë në vitet në vazhdim, duhet të kujdeset për ruajtjen e kësaj hapësire fiskale nëpërmjet kontrollit të shpenzimeve dhe zgjerimit të bazës të mbledhjes së të ardhurave. Së dyti, projekt buxheti i vitit 2026 parashikon rritjen e përpjekjeve për formalizimin e ekonomisë.
Ky qëndrim përforcohet në të gjitha masat që lidhen me zbatimin e pritur të masave të parashikuara në strategjinë afatmesme të financave publike. Në gjykimin ton, rritja e formalizimit ka ndikime pozitive afatgjatë, të cilat shfaqen nëpërmjet nxitjes së konkurrueshmërisë në ekonomi dhe rritjes së bazës së tatueshme. Së treti, projekt buxheti i vitit 2026 parashikon një nivel relativisht të ulët huamarrje, si në tregun e brendshëm, edhe në tregun e jashtëm, duke parashikuar që të mbuloj me të ardhurat me nevojat të mbuloj rreth 70% të nevojave për financim me burime të brendshme. Në gjykimin e Bankës Shqipërisë, huamarrja e re në nivele të ulta ndihmon në reduktimin e primeve të rrezikut dhe rrit hapësirat për huamarrje në të ardhmen. Fokusimi i huamarrjes në tregun e brendshëm ndihmon edhe në reduktimin e ekspozimit të buxhetit ndaj rreziqeve që mund të vinë nga kursi i këmbimit dhe është i mbështetur edhe në kushte të mira financiare, të cilat aktualisht janë prezente në tregjet e brendshme. Të nderuar zonja dhe zotrinj, në vazhdim të opinionit të Bankës së Shqipërisë, ne do të ndalemi në projekcionet fiskale të projekt buxhetit të vitit 2026 dhe një diskutim i përgjithshëm rreth rreziqeve që ato bartin. Projekcionet fiskale për buxhetin e vitit 2026 janë ndërtuar mbi një kuadër supozimesh mjaft të pranueshme nga pikpamja makroekonomike dhe financiare. Projekt buxheti i 2026 bazohet në parashikimet për një rritje reale të aktivitetit ekonomik rreth 4% dhe rreth një norme inflacioni rreth 3%. Ky buxhet parashikon të ardhura totale rreth 29.6% në terma relativ të produktit të brendshëm. Ne mund I kemi edhe në shifra absolute, por shifra relative është më shpejt të gjykohet dhe një rritje prej 6.9% nga vlera e pritur nga 2025-a. Ky parashikim bazohet në rritjen e pritur të vëllimit të aktivitetit ekonomik, në rritjen e eficiencës administrimit tatimor, se dhe në disa masa të reja të cilat priten të bëhen pjesë e paketës fiskale. Shpenzimet totale janë rreth 31.9% të produktit të brendshëm bruto, me një rritje 6.6% në krahasim me vitin e mëparshëm 2025, dhe ky parashikim bazohet në rritjen e shpenzimeve të projektuara për të financuar, në koston e lartë të skemës së pensioneve, dhe në rritjen e investimeve publike dhe së fundi në shtimin e fondit të shpenzimeve për personelin në administratën publike. Deficiti buxhetor parashikohet në nivelin 63.7 miliard lek ose 2.3% të produktit të brendshëm bruto, dhe kjo është një shifër e përafërt edhe me atë të vitit 2025. Pjesa më e madhe e financimit planifikohet të sigurohet nëpërmjet emetimit të titujve qeveritar me maturitet të gjatë në tregun e brendshëm. Sa I përket projekcioneve fiskale, Banka e Shqipërisë konstaton se niveli planifikuar I të ardhurave buxhetore është I arritshëm, ndonse është në krahun e sipërm të gjitha parashikimeve tona. Me gjithë rreziqet që shoqërojnë supozimet e skenarëve bazë, ato mbeten të pranueshme dhe këto rreziqe duhet të adresohen. Për këtë arsye, devijimet potenciale nga supozimi kërkojnë një pasurim të mëtejshëm të analizës me skenar alternativ dhe një identifikim të masave potenciale korrektuese në varësi edhe të shmangjes së tyre nga parashikimet. Kontekst, Banka e Shqipërisë rithekson nevojën e një monitorimi të kujdesshëm të realizimit të buxhetit, I shoqëruar edhe me hartimin e masave të kontingjencës, të cilat do të garantojnë ruajtjen e planit të shpenzimeve buxhetore. Ne sugjerojmë që në çdo rast, kur të jetë I nevojshëm, korrektimi fiskal duhet të synojë respektimin e limitit të deficitit buxhetor dhe të jetë orientuar në krahun e sipërm të shpenzimeve, duke identifikuar dhe ruajtur hapësirat për ato shpenzime, të cilat në kushte të caktuara mund të sjellin një eficiencë më të lartë. Lidhur me strukturën e financimit të deficitit, ne vlerësojmë pozitivisht vendosjen drejt burimeve të brendshme të financimit. Aktualisht, tregu I brendshëm financiar ofron prime të ulta rreziku, reflektim të mirë dhe të favorshëm të ambientit të brendshëm ekonomik,
pritjet perspektive janë të stabilizuara, pritjet për zhvillimet perspektive janë të stabilizuara, kështu që në këto rrethana nevoja për financimin me rreth 45 miliard lekë të deficitit të brendshëm pritet të absorbohet pa ushtruar presione mbi rritjen e normave të interesit, të borxhit të brendshëm apo në kushte të tjera të ndryshimeve të gjendjes së likuiditetit në treg. Megjithatë, ne inkurajojmë një shpërndarje sa më lineare të shpenzimeve dhe të huamarrjes së brendshme në funksion të zbutjes së të gjitha luhatjeve të normave të interesit dhe të qëndrueshmërisë së gjendjes së likuiditetit në sistemin financiar. Banka e Shqipërisë thekson se monitorimi i vazhdueshëm i zhvillimeve në tregun financiar, si dhe bashkëpunimi me institucione të tjera të sektorit ka një rëndësi primare për të zbutur luhatjet të cilat dëmtojnë vjushmërinë e sistemit financiar. Në vazhdim të respektimit të klauzolave të përgjegjësisë fiskale të sankcionuara në ligjin organik të buxhetit, të nderuar deputet, Banka e Shqipërisë konstaton se projekti buxheti i vitit 2026 respekton kërkesat ligjore të përcaktuara nga ligji organik i buxhetit, duke reflektuar edhe element të disiplinës dhe transparencës fiskale. Më konkretisht, buxheti respekton dispozitat ligjore që kërkojnë mbajtjen e borxhit publik në një trajektore rëndëse dhe ruajtjen e një balance primare pozitive, planifikimin e investimeve publike në nivele të larta, më të larta se deficiti i përgjithshëm buxhetor, mos përdorimin e të ardhurave nga privatizimi si një instrument për të financuar deficitin e buxhetit publik, krijimin e një fondi kontingjence për të përballuar rreziqet potenciale që burojnë nga luhatjet në normat e interesit ose edhe luhatshmëria që mund të vijë nga kurset e këmbimit. Një analizë Banka e Shqipërisë do të vazhdoj të kontribojë me një analizë parashikimesh makroekonomike të kujdesshme dhe realiste. Në këtë kuadër ne vlerësojmë pozitivisht që ky projekt buxhet vijon të ruaj drejtimin e konsolidimit fiskal dhe është në përputhje me objektivat afatmesme për uljen graduale të borxhit publik dhe për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik. Respektimi i këtyre parimeve ndihmon në forcimin e disiplinës fiskale, uljen e rreziqeve të perceptuara nga tregjet financiare dhe përmirësimin e përgjithshëm të klimës së investimeve në vend. Për sa i takon sugjerimeve në të ardhmen, të nderuar deputet, në mbyllje të këtij opinioni, Banka e Shqipërisë propozon edhe disa sugjerime për të ardhmen. Së pari, përcaktimi i kahut të politikës fiskale në afatin e mesëm dhe instrumentat që do të duhen për financimin e tij. Tabloja afatmesme fiskale e paraqitur në buxhetin e vitit 2026 tregon vjeshmërinë e konsolidimit fiskal, në përputhje me të gjitha objektivat afatmesme të uljes graduale të borxhit publik dhe ruajtjes së stabilitetit makroekonomik. Dhe kursi zgjedhur për politikën fiskale i shërben qëndrueshmërisë së financave publike në afat të gjatë dhe shton mundësitë e sektorit privat për të mbështetur zgjerimin e aktivitetit ekonomik. Së dyti, Banka e Shqipërisë sugjeron që konsolidimi fiskal duhet të bazohet gjithnjë më tepër në krahun e të ardhurave. Ky sugjerim favorizon faktin se presionet për zgjerimin e shpenzimeve publike janë si në krahun e skemës së pensioneve, edhe në skemën e kujdesit shëndetësor, si dhe për të financuar investime publike në arsim apo në sektor të tjerë. Në këtë këndvështrim, rritja e të ardhurave publike është një zgjidhje më optimale se sa konsolidimi fiskal i bazuar në shkurtimin e shpenzimeve. Së treti, rritja dhe forcimi i qëndrueshmërisë së të ardhurave publike. Rritja e pritur e të ardhurave publike në vitin 2026 është një zhvillim pozitiv, pasi zgjeron hapësirën dhe për financimin e shpenzimeve të nevojshme publike dhe mbështet rritjen ekonomike pa cënuar objektivat e konsolidimit fiskal. Kjo rritje pasqyron ndër të tjera dhe zbatimin e masave të strategjisë afatmesme të ardhurave. Në këto masa, së pari, Banka e Shqipërisë mirëpret dhe inkurajon zbatimin e strategjisë afatmesme të ardhurave me fokus në uljen e evazionit fiskal, në digitalizimin e administratës tatimore, në zgjerimin e bazës tatimore dhe në hartimin e një politike tatimore të qëndrueshme, të thjeshtë, koherente, që garanton stabilitetin e një regulatori dhe një parashikueshmëri më të mirë për bizneset.
Së dyti, në përmirësimin e efikasitetit të shpenzimeve publike. Përmirësimi i menaxhimit të shpenzimeve publike është një hap kyç për rritjen e efikasitetit të ekonomisë të politikës fiskale dhe për këtë ka edhe një ndikim mjaft të mirë stimulues në ekonomi. Në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë vijon të përsërisë sugjerimin për një shpërndarje të njëtrajtshme të shpenzimeve gjatë vitit, në interes të një shmangje të përqendrimit kronik të tyre në fund të vitit. Po kështu, ne inkurajojmë zhvillimin dhe adoptimin e një metodologjie standarde të vlerësimit të raportit kosto-përfitim për investimet publike, si një praktike vlefshme për shqyrtimin dhe miratimin e projekteve të reja. Së katërti, skema e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, deficiti i skemës sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore vijon të jetë një bare konsiderueshme në buxhetin e shtetit, duke tejkaluar edhe nivelin e deficitit të përgjithshëm buxhetor. Sfidat fiskale të këtyre skemave mbeten të larta, duke marrë në konsiderat fenomenin e plakjes së popullsisë, por edhe atë të tkurjes demografike. Këto tregues pritet të ushtrojnë presion të shtuar mbi financat publike në të ardhmen dhe duke bërë të domosdoshme ndërmarrjen e reformave shtesë që të garantonin reduktimin e vulnerabilitetit fiskal të lidhura me to. Në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë rekomandon rishikimin e parametrave të skemës së pensioneve, me qëllim kontrollin dhe mbështetjen e saj më të mirë nga buxheti i shtetit, zhvillimin dhe promovimin e shtyllës së dytë dhe të tretë të pensioneve nëpërmjet mekanizmave fiskal dhe rregullator nxitës, dhe integrimin e analizës së rreziqeve demografike dhe fiskale në kuadrin afatmesëm të programit buxhetor në përputhje me praktikat më të mira të Bashkimit Evropian. Së pesti, projektet e partneritetit publik-privat. Në buxhetin e vitit 2026 është përcaktuar një tavan i sipërm i vëllimit total të projekteve PPP në masën 27.1% të produktit të brendshëm bruto dhe është kufizuar shuma totale e shpenzimeve që do të përballohen nga buxheti në masën 5% të ardhurave tatimore të vitit pasardhës. Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë inkurajon përpjekjet për përmirësimin e vazhdueshëm të kapaciteteve profesionale të njësive që administrojnë, vlerësojnë dhe kontraktojnë, monitorojnë gjithashtu këto projekte, sidomos për sa i përket detyrimeve ligjore dhe financiare me të cilat ato shpesh ngarkojnë buxhetin e shtetit. Duke kërkuar vëmendjen tyre, dëshiron të theksoj se Banka e Shqipërisë ka qenë dhe mbetet gjithmonë e hapur për një dialog të sinqertë edhe të frutshëm me Parlamentin, me Komisionin e Ekonomisë edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë.